Kanë mbetur pa mbështetje 35 familje të komunitetit të Rom në fshatin Baltës të Fierit, të kthyer nga azilin në vendet e Bashkimit Evropian. Donatorët e huaj kanë ndërprer prej vitesh programin që financohej nga OKB dhe zbatohej nga Instituti i Kulturës Rome me mbështetjen e Bashkisë Fier. Programi jep ndihmë ekonomike për mbjelljen e tokave bujqësore me grur dhe misër, me qëllim rimëkëmbjen e familjeve refugjate. Sipas përfaqësuesit të komunitetit rom, Eduard Koçi, këto familje e kanë me dokumenta pronësinë e tokave, por sot janë lënë vetëm. Për të mbjellë janë detyruar të marrin hua dhe kredi, duke u futur në vështirësi financiare. Pa prodhim, thot zoti Koçi, s'ka as likuiditet për të shlyer borxhet. Do të përmend për bujqësinë, fushën e bujqësisë, për arsye se komuniteti rom është mbështetur para 4 vjetësh nga donatorë të huaj, por në këtë vit nuk është mbështetur për arsye se donatorët janë larguar dhe nuk ka më fonde, themi, por që duke parë që komuniteti rom është mësuar me bujqësinë, që është trajnuar dhe ja di vlerën tokës, që më përpara ata e linin dirë dhe tashti e punojnë, këtë vit ata e kanë mbyllë verësie për arsye ekonomike, janë të varfër, ka marrë plerat e verësie dhe kanë mbyllë. Do të bëj thirrje pushtetit vendor dhe qendror që ata të vënë në lëvizje për të ndihmuar këtë komunitet në stres, në nevojë, që ata të kenë mundësi dhe ata të mbjellin, të prodhojnë dhe të mbajnë familjen e tyre për ekonomi të qëndrueshme. Familjet e refugjatëve të kthyer nga vendet e Bashkimit Evropian në fshatin e origjinës Baltës nuk po përfitojnë më nga ky program për të kultivuar tokat me grur dhe misër. Përfaqësuesi i familjeve rome është drejtori i televizionit Apollon për të përcjellë shqetësimin. Ndërkohë, sipas tij, presin një reagim nga institucionet përgjegjëse që ta dëgjojnë problemin pa u ndjerë të sulmuar për të reaguar.